Për haditheve që kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është edhe kushzimi i duas me mos ngutje. Edhe ka thënë kapitullin e radhës Imam Buhariu dhe ka thujt babun men qala yustajabu lil abdi ma lam ya'jal. I përgjigjet Allahu çdo lutje me kusht. Nëse zgutet robi ngutët e do për aty për aty. E aty për aty s'ka kur gjo nuk ka aty për aty. Gjithë shka vjen me mund, gjithë shka vjen me urtësi. Apo, ka dhamë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith ka nxjerrë Imam Buhariu nga Ebi Hurajra radhiyallahu anhu, që hadith është i nxjerrur gjithashtu edhe në sahihun e tina. Ka dhamë pejgamberi alaihi salatu wassalam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Ka dhamë pejgamberi alaihi salatu wassalam, juve Zoti ju përgjigjet derisa zgutni, derisa nuk nxitoni, mos u gut. Ju përgjigjet Allahu subhanahu wa taala juve. Si ju përgjigjet? Ka thënë alayhi salatu wassalam, ma lam ya'jal. Nëse nuk shpejton, nëse nuk gutet, nuk nxiton. Yaqul, thot robi, çka thot? Da'awtu falam yastajib li. Unë jam lut, po s'm ka përgjigj. Unë jam lut, po s'm ka përgjigj. Manë men. Fjala e robit jam lut po s'mu ka përgjigj është pengesë mos mu pranu duaja. Sepse ti e i urdhun me bo dua. Si e i urdhun ti me caktu vakt kur bëhet e kur s'bëhet. Për këta sy të ndërrun që me kanë shumë të kujdesshëm. Shiko, që ka thonë alayhi salatu wassalam? Yustajabu lakum. Shiko, mutlak. Zoti ju përgjigjet juve. Do dhim pastaj se e ka kushzue çka duhet me mu lut diçka që mundet më duk t'i thu, po mu më takon me kjo, ama të Zoti nuk takon. Edhe nuk të përgjigjet. Dhe ti thu s'mu ka përgjigj. A realisht ti e lut gabim. E ti ki lip, o s'di me lip. Apo, pra këta sy shiko, sa prej duave na i bojna dhe kushzojna kohën. O Zot mu duhet, nesër në duhet me masot që këtë mund. Jo, sa Allah punon me urci. Edhe qatë vërstisi që ka e ki ti, edhe qatë bela që ka e ki ti, edhe qatë sprov që ka të ka godit tyje. Kush ta ka qu? Allahu subhanahu wa taala. Ai e di limitin sa duhet me nejt ajo të ti. Apo, a mund është ti mi thonë doktorit, doktor, për sa muaj kjo terapia, për sa, ai thot për shembull për 3 javë, 20 ditë, 30 ditë, 40 ditë, terapia 40 ditë jep efektin. Ti thonë 4 ditë maksimum mund me bodo, mund me bo sabër. Po nuk mund është ti me e kushzu efektin e hapave. Si e ti ai i cili ka thënë sa ka efekt, apo? Andaj çka tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, juve ju përgjigjet Allahi. Deri sa njani për juve nuk gutët, mos u gut. Sepse çdo sen e ka urtësinë e vet, vaktin e vet, kohën e vet, rrethanën e vet. Zoti e din. Ti duhesh mu lut. Do të mu lut. Dhe para mendo që vet lutja është shpërblim. Sikur që ka thënë Omar Khattabi radhiyallahu anhu, unë nuk e baj gajle përgjigjen e Allahit. I kanë thënë, po çfarë gajle kiti? Ka thënë e baj gajle, a baj dua. A e sigurt te Allahi? O ti a jetë të bo doa. Vetë fakti që Zotit të ka mundësu mi që durët mu lut, mu fal, me dhanë zëqat, me agjuru, me bo haq, kjo që ajtë ka da është tije. Se 6 miliard njerëz i kis nuk janë islam ato. Po edhe mrena muslimanve ka plot që e njën vetën vesh me letër njoftim që janë musliman. Po kur gjabur islam zbajnë ata, kur gjanë veprat imani zbajnë. Andaj vetë fakti që Zotit të ka mundësu mu fal, mu lut, me dhanë zëqat, me agjuru, me bo haq, Zotit të ka mundësu ty me bo një vepër që pagu është i për ta. Andaj mos u ngut në kërkimin e shpërblimit me njerë, prit pak. Apo, nëse njani për juve edhe neve na thuhet për shembull, ta zojna ta premtojnë një shpërblim, ta premtojmë një punë, një vend pune. Thoj kena me shtim punë, po prit pak. Apo, e ki po zakonisht kur ju premtojnë punë, ju thojnë pak, tani ju thojnë prit pak. Mosani ajo prit pak kanë 10 vet, 20 vet, 40 vet, dika ne marrin me andra çashtu e marrin tankohen, prit pak ai prit gjuna, apo. Po e zona një firmë serioze, një kompani shumë serioze, ti të merr kandidat, po ti u kri vendin e punës së kije. Apo, por derisa të rregullojmë dhe të klasifikojmë, rrit të shtëpia. Po, dhe për çdo ditë ti ditorën e merr. Ti e merr, po, apo ti shpërblimin e merr. Më ditjen e merr. Mirë po, deri të ta gjejna ku sakt kime punue, të rrit të shpia. Dersa jetë nejtë të shpia, ti rogat vjen. Qa kish me thonë njoni për neve? Allah zgate isha Allah sa ma shpet, hiq isha Allah së në gjenë kur kun venin. Se unë e por rria të pëmpangujnë.
Unë po rri ato po më paguajnë, apo? Allahu subhanahu wa taala i takon shembullin më i lartë. Ai po thot lutu ti. Lutu, ban dua. Ti thua Zot, po kur kemi më përgjigj? Allahu ja thot, po për çdo lutje kam të shpërbli veç. Për çdo të ngrit me durr tonë shpërblim ekstra t'jap. Edhe në fund edhe të përgjigj atë çata shaj ke lip ti. Apo, po kur ti e di se çdo ngritje durrë paguhet. Shtesa saj përmbajtjes çka ti ke kërkuar. A ka doni humbje këtu? Unë çdo ngrit me durrë me paguna. Shtoja asaj dita kur vjen me më përgjigj ajo çka kam lip unë edhe i marr edhe atë përgjigjen edhe këta çka po lutat Allahu subhanahu wa taala. Shembulli i Zotit është më i lartë, për këtë arsye të nderuar xhamat. Mos të ngutet njëri prej neve me than, sikur çka thon alayhi salatu wassalam, ju përgjigjet Allahut njëri prej juve. Mos u ngutni. Mos i kushto Zotit kushte. Ja unë, a ke bëu disa, Allah pa unis me bëu dua thot. Po baj dua, po s'ka be kur gjos po. Shiko ky nis me pesimizëm. Ky nis me mendim të keq për Allahun subhanahu wa taala. Çish kam ju përgjigj tina? Apo, para në ti me thirrni dostan. Me thirrni dostan kini zor. Edhe doni për kraje. Një ndim. Edhe e thirr në telefon. Apo e thirr drejt për drejt më takua. E i thukshire, e kam një zor. Dhe ti mundesh me masos punën. Edhe pse unë e di si ti s'masos. Apo, unë e di si s'masos, po ti edhe ma vanon. Edhe fillon ti me i fol atina, ti nuk masos, ti e vanon, ama po çka më thirr Allah? Unë muj me të asos, po ti s'masos. Ti mundesh me më ndihmu, po nuk më ndihmon. Atëherë, çka ndodh? Ç'a më thirrë? Na shpashari lutmi Allahit, na unë i luti pa ai s'm përgjigjet. Po çish s'm përgjigjet? Ti i tunis me mendim të keq. Mos unis me mendim të keq. Nisu me bindjen se Allahu të përgjigjet. Allahu i përgjigjet çdo lutje të lutsit. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i. Allah do të kur të pyesin robët e mi për mua, unë jam gat. I përgjigjem lutjes së lutsit. On dunja, on ahiret. Se edhe ahiret janë pjesë e jetës tonë, atë janë për gjithmonë këto përkohshëm. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot njëri pi juve, pra atij i cili nuk i përgjigjet Allahu subhanahu wa taala, çka thot ai? Thot da'autu. Kam bë dua. Mirë po, çka ka bë? Ka thënë lem yustajib li. S'm ka përgjigj. Kështu nuk do Zoti. Zoti do me bë dua. Njëri thot hoxha po, që një vjet bëj dua për një punë. Vazhdo ala. Për një vjet ki mu pagujt. E kur ka me marrë mu e gjevabi asaj që ka peluti, kur e din Allahu subhanahu wa taala. Sikur ti që s'munësh me përshpejtu efektin e ilaçeve, s'munësh me përshpejtu edhe ma tepër, edhe ma shumë, pra ma larg menezo, që ti me përshpejtu kur Zoti e ka vendosur me të përgjigj. Edhe ma e men, gjithmonë Allahu të përgjigjet kur o ma e mira për ty. Të vjen qatë herë kur ka kohën. Dhe 1 minutë me herët me të harë gabim është për ty, e keqe për ty, zarara për ty. Kur do që ta bje Zoti është ma e mira për ty. Për këtë arsye kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.